Molla në mëngjes, ndikimi te tretja dhe kolesteroli. A e hani mollën rregullisht në mëngjes? Nëse ndodh që të kaloni mëngjesin pa konsumuar asgjë, është më mirë të hani një mollë. Kjo sepse ato janë të larta në fibra, vitamina C dhe gjithashtu kanë pak kalori. Ato përmirësojnë në tretjen dhe nxisin sekretimin e acidit gastrik. Siç u përmend më herët, mollët janë të pasur me fibër dietike, kështu që mund të ndihmojnë në tretje, duke nxitur aktivitetin e stomakut tuaj. Ato kanë veti të shkëlqyera detoksifikuese. Ngrënia e mollës në mëngjes eliminon kolesterolin e keq, kripën dhe grumbullimin e saj në trup. Pra nëse hani mollë në mëngjes, do të keni një organizëm më të shëndetshëm. Molla ndihmon në parandalimin e kapsllëkut. Ngrënia e mollës me përmbajtje të lartë fibre jo vetëm që ndihmon në parandalimin e kapsllëkut, por edhe forcon edhe arteret dhe përmirëson edhe shëndetin e lartë të tensionit. Ndihmon në lehtësimin e lodhjes dhe kujdesin ndaj lëkurës. Ndaj molla mund të jetë një alternativë e çmuar për të konsumuar në mëngjeset tuaja.